Ngjarje emocionale nga të parët tanë. Të flasësh rreth historisë të parëve tanë është diçka e cila tërheq shpirtrat, zbut zemrat, si dhe është mësim për larg pamësit. Njeriu kur dëgjon rreth jetës së profetëve, Zoti qoftë i kënaqur prej tyre, mendon dhe thotë: atyre u ndihmoi Allahu i lartë madhëruar me shpallje hynore. Mirë, njerëzit për të cilët do të flasim nuk u zbriste shpallja nga qielli. Lajmi për ta apo historia e tyre nuk është transmetim nga i dërguari alayhis salam, por është transmetim nga ata të cilët kishin ardhur pas tyre. Abdurrahman ibn Ebi Leila falte në shtëpinë e tij namaz vullnetar, nafile, dhe kur vërente se dikush po e shikonte apo po i afrohet, ndërprisja namazin e tij, binte në shtratin e tij, gjoja se është duke fjetur, kurse ai personi i cili u fuste në dhomën e tij thoshte me vete: ky njeri kurrë nuk ngrihet me gjumë, shumicën e kohës së tij e kalon fjetur, dhe nuk e dinin se ai falej, por fshihej nga sytë e njerëzve. Erdhi një njeri me emrin Hamza ibn Tehkan tek Bishr el-Hafi, i cili ishte një adhurues i Allahut dhe një i përkushtuar, dhe i tha: dëshiroj që një ditë të qëndroj vetëm me ty. Bishri tha: nuk është problem, mund ta caktosh një ditë për këtë. Njeriu tregon dhe thot: një ditë hyra tek ai pa më vërejtur dhe pash atë derisa fali 4 rekate, ku unë nuk do të kisha mundur t'i fal aq bukur si i fali ai, e dëgjova tek lutej në sejdën e tij duke thënë: o Allahu im, ti e din mbi arshin tënd se mos lavdata, mos dëshira e përhapjes së veprave të mira është më e dashur për mua se të lavdëruarit. O Allahu im, ti e din mbi arshin tënd se varfëria është më e dashur për mua se pasuria. O Allahu im, ti e din se dashurinë që kam për ty nuk e zvendçon asgjë dhe askush. Njeriu thot: kur e dëgjova fillova të qaj me të nes, e ai tha: o Allahu im, ti e di se sikur ta dija se ky njeri është këtu, nuk do të lutesha në këtë mënyrë. El Amash thot: njëherë isha tek Ibrahim en-Nahi dhe ai po lexonte Kur'an. Një njeri kërkoi leje për të hyrë, kurse ky e mbylli Kur'anin e tij dhe tha: mos të më gjej çdo herë duke lexuar Kur'an. Imam El Mauridi ka një tregim të bukur në lidhje me shkrimet e tij. Ai kishte shkruar tituj të ndryshëm në tefsir, si dhe në lëmi tjera të ndryshme, mirë po këto shkrime nuk ishin publikuar asnjëherë sa ishte gjallë. Pasi që ishte afruar vdekja, i kishte thënë një njeriu të cilit i besonte: librat të cilat gjenden në filan vend janë shkrimet e mia. Kur të më afrohet momenti i vdekjes dhe të më vijë shpirti për të dalë, ma kap dorën time. Nëse e shtrëngoj atë, atëherë dije se asnjë shkrim i imi nuk është pranuar. Andaj merri shkrimet e mia gjatë natës dhe zhduke ato dikund, ndërsa nëse dora ime është e butë gjatë momentit të vdekjes, atëherë mendoj se shkrimet e mia janë pranuar dhe besoj se jam munduar të jemi sinqert në këto shkrime të mia. Në momentin kur i erdhi vdekja, ai liroi dorën e tij dhe kështu librat e tij u zbuluan pas vdekjes së tij. Abdul Wahid ibn Zeid na tregon për një ngjarje shumë të çuditshme, e cila i kishte ndodhur me Ejubin, të cilit i kishte premtuar se nuk do ta zbulojë këtë ngjarje derisa të jetë gjallë ai, atëherë kur nuk do të ketë syfaqësi. Abdul Wahidi thot: njëherë isha me Ejubin dhe na ka plojetja e madhe, saqë ishim gati të mbaronim nga etja. Ejubi tha: nuk do t'i tregosh askujt? I thash: të premtoj se derisa të vdesësh nuk do t'i tregoj askujt. Abdul Wahidi thot: Ejubi preku dheun me këmbën e tij dhe shpërtheu ujë. Piva derisa u ngopa, pastaj mora edhe me vete. Në mes të këtyre njerëzve dhe Allahut të lartë madhëruar, ekzistonin disa fshetësi, sikur të betoheshin për ndonjë gjë, betimi i tyre do të shkonte në vend nga sinqeriteti që e kishin me Allahun fuqiplot. Ebul Hasan Muhammed ibn Eslem et-Tusi, shërbëtori i tij Ebu Abdullahu tregon: Muhamedi hynte në një shtëpi dhe mbyllte derën e saj. Me vete merrte një enë me ujë. Nuk e dija se çfarë bënte me atë ujë, derisa një herë dëgjova fëmijën e tij të vogël të qante me zë të lartë ndërsa nëna e tij e qetësonte. Unë e pyeta: çfarë është tërë ky vaj? Ajo u përgjigj: Ebu El Haseni hyn në shtëpi, këndon Kur'an dhe qan. Andaj fëmiu e ndëgjon atë dhe qan nga të qarat e tij. Dhe kur del nga shtëpia pastron sytë e tij që të mos vërehin gjurmët e vajit. Njëherë Abdullah ibn Muhairisi hyri në një lokal për të bler disa rroba, ndërsa një njeri që e njihte atë kur e pa i tha pronarit të lokalit: ke kujdes në tregti me Abdullahun. Kishte për qëllim t'i flas pronarit për uljen e produktit për të. Abdullahu i dhërua, e hodhi rrobën, pastaj tha: po e blej me paratë e mia dhe nuk po e blej me fen time. Ibnu Ujejneh thot:
Prej lutjeve duave të El Mutarrif ibn Abdillah ishte kjo: O Allahu im, kërkoj faljen tënde nga veprat të cilat unë mendoj se i kam bërë për ty. Mirë po zemra ime ka mundësi të ketë përzierë diçka në to. Gjithashtu, kur El Mutarrif shpjegonte ndonjë hadith të Resulullahu sallallahu alaihi wasallam, ja plaste vaj duke qenë në mesin e nxënësve të tij. Mirë po për të mos u vretur, me shallin që e kishte të lidhur për kokë, shtrëngonte sytë e tij dhe thoshte: Sa flamë rënd, sa flamë rënd. Transmeton Ibn Ebi Jala se Abdul Gani El Makdesi, muhadithi i njohur, ishte i burgosur në një burg në Palestinë. Një natë ishte ngritur për të falur me sinqeritet të plot me Allahun e lartë madhëruar. Filloi të falej, kurse në burg me të ishin disa jehudi dhe krishterë. Ai qante në namazin e tij dhe kështu vazhdoi deri në mëngjes. Kur kthye mëngjesi, data njerëz prej jehuditëve dhe krishterëve të cilët ishin me të në burg, kur bëretën këtë rrofë të sinqertë, shkuan tek roja e burgut dhe kërkuan nga ta lirimin e tyre, duke i thënë: Na lironi, nga se jemi bërë musliman, kemi hyrë në fenë e këtij njeriu. Roja tha: Për çfarë arsye ju ka thirrur në Islam? Ata thanë: Nuk na ka thirrur, mirë po kemi qëndruar me të një natë në të cilën na e përkujtoi ditën e Kiametit.